Ju përshëndes të gjithëve zonja dhe zotëri, njuftoj të na ndiqni, do të ndalemi gjatë bisedës së sotme tek gjykata speciale në Hag. Tashmë ju jeni informuar që janë kërkuar 180 vite burg, pra 45 vite burg për secilin të akuzuar, flasim për ish-krerët e UÇK-s. Ndërkohë në Tiranë është votuar edhe një projekt deklarat ku shprehet ndër të tjera mbështetja totale për luftën e drejtë të UÇK-s në Kosovë. Është konstituar qeveria e re atje. Janë një sër çështjes që do t'i diskutojmë me profesor doktor Enver Bytyçi, studiues, drejtor ekzekutiv i Institutit të Studimeve për Europën Juglindore. Profesor, mirë se vini. Mirë se u gjeni, më mëngjes, faleminderit. A ishte e pritshme për ju, zoti Bytyçi, kjo lloj kërkese nga prokuroria speciale në adresë të ish-krerëve të UÇK-s? Jemi në fazën tashmë ku janë deklaratat përzimtare. Sigurisht që prokuroria speciale do të kërkonte një mas dënimi të ashpër, ashtu siç ndodhi në fakt në gjykatën speciale të Kosovës në Hag, por është gjykata ajo që merr vendimin përfundimtar, dhe unë jam i bindur që shifrat stratoscopike të kërkesës për dënim për 4 të akuzuarit do të jenë minimale, nëse do ketë fajësi për ta, sepse në asnjë rast nuk ka krime kundër njerëzimit. Nëse ka krime lufte, krimet e luftës janë të pa evitueshme në çdo luftë që është bërë në botë. Është e pamundur të evitohen, sepse konflikti nuk mund të kontrollohet si në kohë pace. Dhe për pasojë nuk do të ketë pasoja për luftën e shqiptarëve të ushtrisë ligjare të Kosovës në kuptimin moral as politik të fjalës. Unë besoj që trupi gjykues do t'i ketë parasysh këto me qëllim që Serbia të mbartë edhe më tej përgjegjësinë e genocidit në Kosovë dhe të luftrave të panumërta në ish Jugosllavi kundër popujve të tjerë jo serb. Nga ana tjetër, mendoj që ne shqiptarët jemi fajtor jo pak lidhur me atë që po ndodh në Hag. Shkaku kryesor i asaj gjykate është Beogradi dhe Serbia, qëllimi i cilës ka qenë dhe mbetet që të paktën të relativizoj krimet dhe genocidin që ajo ka kryer në Kosovë, në Bosnjë dhe vende të tjera, por mendoj se përgjegjësi për gjithçka po ndodh ka edhe klasa politike shqiptare, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri. Më kujtohet në vitin 2011, me 24 janar të atij viti, ish kryeministri i atëhershëm Sali Berisha ishte lajmëruar të shkonte në mbledhjen e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës për të kundërshtuar akuzat dhe shpifjet e dikmatit kundër krerëve të UÇK-s dhe vetë UÇK-s. Ishin bërë përgatitje të shumta, u nxorën argumente të pafundme me qëllim që të kundërshtojë ideja e krimeve të ushtrisë ligjare të Kosovës. Por çfarë ndodhi atë vit? Me 21 janar ne e dim se çfarë ndodhi. Opozita ishte në dieni
të faktit se kryeministri do të shkonte me 24 janar në Strasburg. Por megjithatë, vazhdoi dhe bëri atë çfarë bëri, protestën e dhunshme ose kryengritjen e dhunshme të 21 janarit. Në ato kushte asnjë kryeministër nuk do të mund të shkonte në Strasburg. Tani dalin dhe thonë se keni bërë një protest në ditën që Prokuroria e Gjykatës Speciale shpalli kërkesën për dënim të 4 ish komandantëve të UÇK-s. Në Zanafil, do të thosha unë, përgjegjësia kryesore i takon opozitës së asaj kohe në Shqipëri. Por ka dhe të tjera. Shtëpia e verdhë në gurin e bardhë të Matit nuk është thjesht sajes e Beogradit. Beogradi ka bashkëpunuar me njerëz të caktuar në Shqipëri. Unë kam informacion të saktë sipas cilit një prokuror i Matit ka hedhë me shqirin gjak në dyshemene asaj shtëpie, në dyshemene kapitparta asaj shtëpie. Kam informacion se ato ditë kur do të vinin verifikusit dhe hetusit europian, njerëz të caktuar kanë dërguar afër shtëpisë qese me shiringa, fasho dhe element të tjerë të mbetorinave spitalore. Gjithçka është bërë e orkestruar. Me qëllim që Gjykata Speciale e Hagës të kishte një argument se vërtet Ushtria Shkrimtare e Kosovës paska transplantuar dhe trafikuar organet e brendshme të serbëve. Një shpifje e ndyrë kjo. E realizuar nga Beogradi me ndihmësit e tij në Tiranë. Kam shkruar një artikull me emrat përkatës, ku ishte i involvuar edhe ish prokurori i përgjithshëm i asaj kohe Arben Rakipi. Kjo është një dramë vete. Ndërkohë që Taunamballa e kërkon tek opozita shkakun e asaj që ndodh në Hagë. Ai duhet ta kërkojë tek shefi i shkollës së magjistraturës dhe projektuesi i ligjeve diktatoriale në Shqipëri të Arben Rakipi, i cili u shërben edhe sot garniturës të rilindjes për të shtypë dhe dhunuar shqiptarët. Në ana tjetër në Kosovë ka përgjegjësi klasa politike dhe vetë kreu i asaj klase politike, ish kreu i asaj klase politike Hashim Thaçi. E kam thënë dhe e kam shkruar se nëse Hashim Thaçi nuk do të natërrohej në idenë dhe në përpjekjet e tij për të ndryshuar kufit në Ballkan dhe për të ndarë Kosovën, nuk do të kishte përfunduar në Hagë. Arrestimi i tij, shpallja e akuzës janë akte politike për të parandaluar pikërisht skenarin serb të ndarjes Kosovës të mbështetur nga Hashim Thaçi dhe Edi Rama. Edi Rama sot bën krokodilin për t'i qarë hallin Hashim Thaçit, sepse ai është përgjegjësi kryesor pse Hashim Thaçi është në Hagë. Se loboj apo jo? E detyroi Thaçin që të pranojë ndarjen e Kosovës
duke I thënë madje se nëse nuk e pranon ti do të përfundosh në Hag, po në fakt Hashim Thaçi e ka kuptuar që ai përfundoi në Hag pikërisht se u mor me ndarjen e Kosovës. Profesor Dhe kjo Bytyqi, ishte dhurata që ja bëri Edi Rama atij. Profesor Bytyqi, Në këtë aspekt mendoj që po, njerëzit duhet kuptojnë se gjërat nuk janë ashtu siç I thonë në podcaste apo në sallën e parlamentit njerëzit me 100 apo me 200 fytyra. prandaj jemi këtu për t'i Në kujtuar. Shqipëri nuk ka ngelur ti besohet askujt sepse politikanët ndryshojnë si kameleonët sipas stinës. Ishte Edi Rama që I hypi helikopterit në vitin 2018 apo 19, shkoi në Prishtinë dhe I kërkoi me insistim Hashim Thaçit dhe deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës që të votonin Gjykatën speciale. të miratonin gjykatën speciale të Hagës për Kosovën, e cila sot dënon krerët e ushtrisë zyrtare të Kosovës. Zoti E Bytyqi, bëri këtë me një militantizëm të jashtëzakonshëm, sepse donte t'i binte në sy disa presidentëve europianë dhe presidentit amerikan Barack Obama. Sepse donte të siguronte një fotografi me Barack Obama. Sepse u urdhërua nga presidenti I Francës. Macron. Dhe kështu me radhë. Unë besoj që përgjegjësia themelore a asaj që po ndodh në Hagë është e kryeministit të Shqipërisë, të cilit me verbëri I besoj ish kryeministri, ish presidenti dhe ish ministri I jashtëm I Republikës së Kosovës. Zoti Dhe Bytyqi, në gjithë këtë skemë ta mbyll, po, ka një rol të përcaktuar këshilltari I 3 liderëve të Ballkanit, këshilltari I Aleksandar Vučić, këshilltari Edi Ramës dhe njëkohësisht ish këshilltar I Hashim Thaçit, Baton Haxhi. Profesor Bytyqi, ai që lobonte dje, flasim tani për Ramën këtu, që lobonte në Prishtinë për ngritjen e gjykatës speciale që sot, siç thatë juve, qanë me lot krokodili, por edhe ka fyerje në adres të gjykatës speciale. Dje në parlament kanë miratuar një projekt deklarat ku shprehin mbështetjen totale ndaj luftës çlirimtare të Kosovës kundër regjimit të Miloševićit, ndërkohë për të disatën herë kanë refuzuar që të votojnë në parlamentin shqiptar rezolutën që dënon genocidin serb në Kosovë. Dhe më lejo që të mos ju ndërpres, si e keni parë ju Tiranën zyrtare, flasë në marrëdhënie diplomatike sa I takon Kosovës këto vite? Ajo deklarata e djeshme e Parlamentit të Shqipërisë është si thua, është më ka qurë nana me lagojen. Dje duhet që në Parlamentin e Shqipërisë të miratoj rezoluta për genocidin serb në Kosovë. Vetëm ajo do të balanconte dhe do të kundërpërgjigjej akuzave që u bëhen 4 krerëve të UÇK-s në sallën e gjyqit të gjykatës speciale të Kosovës në Hagë. Mirë po, kush do ta bëjë? Bashkëpunëtori I ngushtë I Aleksandar Vučić, Edi Rama? Do ta bëjnë këta të cilët I kanë hapë dyert dhe kanatat të gjitha interesave serbe në Shqipëri? Do ta bëjnë këta që tajuan dhe mbështetën ekstremisht Open Ballkanin ose Mini Schengenin me qëllim
që ta qonin në kalendrat greke çështjen e lirisë, pavarësisë dhe shtetësisë Kosovës. Do ta bëjnë këta të cilët shkojnë në Beograd, si Edi Rama, shkojnë në Beograd, festojnë ditëlinjët e tyre në Beograd dhe bëjnë orgji në Beograd, në shoqërinë e Aleksandar Vučić, Ivica Dačić dhe të tjerëve. Do ta bëjnë këta të cilët në samitin e NATO-s dhe konkretisht Edi Rama i kërkon të gjitha vendeve anëtare të NATO-s që ta mirëkuptojnë Serbinë, se ajo nuk vendos sanksione kundër Rusisë. Megjithëse Rusia kishte kryer dhe ka kryer agresion ushtarak kundër një vendi të lirë dhe sovran. Tu kemi të bëjmë me koncepte, kemi të bëjmë me parime. Ta shkelën parimin e sovranitetit të Ukrainës për të mbrojtur të drejtën gjoja të Serbisë për të mos i vënë sanksione agresorit. Këtë bëri Edi Rama në vitin 2022 në samitin e NATO-s në Bruxelles. Këta i thanë veriut Kosovës toka askujt. Këta vendosën sanksione para se të vendose Europa kundër Kosovës, pse Albin Kurti qoi në ceremoni kryetar të komunave në veri në qershor të vitit 2023. Ju kujtohet, besoj, që Edi Rama në shenjë hakmarrje pse Kurti celebroi këta 4 kryetarë komunash, shqiptar dhe 3 shqiptar dhe 1 bosnjak. Një natë përpara, 24 orë para se të bëjë mbledhja e përbashkët e 2 qeverive, Edi Rama njanshëm, pa konsultime, pa pyetur askënd, anulloi mbledhjen e përbashkët 2 qeverive, sepse ju prishën interesat e tij me Aleksandar Vučić në veri të Kosovës, në atë pjesë të territorit të Kosovës të cilën ai e quante toka e askujt, se do të thotë tokë e Serbisë. Dhe të gjitha këto shqiptare duhet të regjistrojnë në memorie me qëllim që të dinë se kush është kameleoni që vajton si krokodil dhe kush janë në të vërtet ata që mbrojnë interesat e kombit shqiptar, interesat e Kosovës dhe interesat e Shqipërisë. Ka ardhur koha që spaku mbas 13-14 vitesh duke e provuar në pushtet të monster të politikës, jo vetëm për Shqipërinë, por në Europë më gjerë, të kuptojmë se ky kryeminist, kjo monster duhet të hidhet në koshin e mbeturinave të Bashkisë së Tiranës. Kështu që unë besoj që nuk ka ngel dhe nuk do të mbetet shqiptar për të kuptuar se gjithçka që na ndodh për fajin tonë, për fajin e atyre që ne i zgjedhim dhe i mbështesim. Shikoni ç'është ndodhur në Kosovë. 3 partitë opozitare shqiptare bllokuan për gati 1 vit formimin e institucioneve dhe qeverisë Kosovës. Kosova shkoi në zgjedhjet parakoshme. Sovrani mori vendimin që duhet të merrte. Ndërshkoi ata që bllokuan formimin e institucioneve dhe i dha jo vetëm të drejtën, por i dha autoritetin e dur qeverisë të mëparshme dhe koalicionit të mëparshëm që të vazhdojë qeverisjen e vetme. 1 vit më parë, sovrani në Kosovë gjykoi se vetëvendosja duhet të qeveriste në koalicion me 1 nga partitë e opozitës. Prandaj nuk ja dha
votën absolute. Partitë e opozitës e bojkotuan, e blokuan, dhe i thanë sovranit që ne nuk të pyesim ty. Atëherë sovrani tha, edhe unë nuk ju pyes ju. Të tillë sovran kërkojmë që të formohet edhe në Shqipëri. Ata që punojnë kundër Kosovës, ata që punojnë kundër Shqipërisë, ata që vjedhin ditë e natë, ata që investojnë dhe para se të investojnë bëjnë llogari se çfarë dhe ku do të vjedhin më shumë. Ata të duhet të ndëshkohen dhe të dalin jashtë rrugtimit historik të këtij kombi dhe këtij vendi. Ndryshe, fatkeqësia do të jetë shumë e madhe. Ndërkohë, përmes dy procedurave të përshpejtuara, Kuvendi i Kosovës, profesor Bytyçi e ka miratuar edhe qeverinë e re të Albin Kurtit. Çfarë pritshmërish keni për në vijim e para dhe e dyta që mos t'ju ndërpres sërish, edhe çfarë pritshmërish keni nga gjykata speciale e Hagës? Më lejoni të shkëpus disa rreshta nga mbrojtja e avokatit të Thaçit, i cili shkatërroi narrativën e prokurorisë speciale, duke thënë se tribunali për ish Jugosllavi nuk e dënoi Miloševićin se ishte figurë politike edhe pse shteti i tij kreu krime njerëzore, ndërsa ju po kërkoni të dënoni Thaçin, që ka qenë udhëheqës politik i UÇK-s, dhe më bëri përshtypje një fjali, profesor, kur thot ju po flisni për një film të cilin nuk e keni parë. Unë mendoj që mbrojtja duhet ishte konkrete. Nuk ka nevojë për mbrojtje politike për çështje konkrete. Kështu që avokati i zotit Thaçi besoj që ka dashur të justifikojë shpërblimet që ka marrë. Sepse me teori nuk flitet në gjykatë. Të dyti, Miloševići ishte absolutisht për të dënuar nëse nuk do të kishte vdekur në qelitë e Hagës. Dhe sigurisht që ka një rregull në jurisprudencë në të cilin personi që nuk jeton nuk dënohet. Nuk gjykohet dhe nuk vazhdon gjykimin dhe nuk dënohet. Tani se Miloševićin e likuiduan me qëllim që të mos dënoj dhe sepse kështu do të akuzoj shteti serbisht, kjo logjik funksionon për mendimin tim. Po gjithsesi Miloševići do të dënohet. Së treti, mendoj se avokati duhet kapet nga çështje konkrete. Të kapej nga çështjet nëse Hashim Thaçi nuk ka asnjë provë për asnjë rast të krimeve që janë deponuar në gjykatë ose në prokurori. Duhet thoshte që ky person s'ka lidhje me asnjërin nga ato krime. Dhe nëse s'ka lidhje, duhet dalë automatikisht. Nuk ka nevojë të thush se një film që nuk e keni parë. Atëherë, avokatin nëse e ka parë, ta shpjegoj se cili është filmi që ata s'kan parë. Në këtë aspekt, unë mendoj që avokati ka bërë politik, ka prek emocionalisht për krasit e zotit Thaçi, për të justifiku parat që ka marrë për mbrojtjen e tij. Unë mendoj që avokatët janë aty për të mbrojtur me argumente, me fakte, me prova, jo me logjikën politike. Sepse unë besoj që gjykata, nuk flas për prokurorin, po gjykata nuk do të jetë politike. Dhe nëse e paragjykojmë gjykatën si një gjykatë politike, atëherë ne nuk duhet besojmë më të drejtësia. Të dyti, duhet them edhe një fakt tjetër. Aty ka prova për vrasje shqiptaresh, për vrasjen e kundërshtarëve politik. Logjikisht flas.
Derisa Hashim Thaçi ka qenë dhe është miku më i ngushtë i Patos Klosit. Unë besoj që ai është nxit nga strukturat shqiptare dhe nga eksponent shqiptar si Klosi të luftojë edhe për pushtet, jo vetëm për çlimin e Kosovës. Dhe logjikisht mos Thaçi, varësit e tij kanë dorë në vrasjen së paku të disa prej këtyre figurave kundërshtare. Deri më sot asnjë viktim nuk di dhe nuk njeh vrasësin e tij, por janë mbi 100. Dhe fatkeqësia është se një pjesë e mirë prej këtyre viktimave janë prej atyre kundërshtarëve politikë që kanë luftuar në ushtrisë zyrtare të Kosovës. Në këtë akuzë përmendet për shembull komandant Drini, Ekrem Rexha, ish komandant i shtabit të UÇK-s për Prizrenin, i cili është vrarë në vitin 2000. Përse është vrarë? Njerëzit me cilët unë kam kontakt, njoj edhe madje edhe afrimitet familjar, e kanë njohur nga afër dhe kanë komunikuar me të deri ditën e fundit. Dhe ai u ka shprehur atyre se nëse do të më vrasin, nuk Kosova do të vazhdoj përpara, Kosova do të jetojë. Çka do të thotë se ai ka qenë në kundërshti me disa komandantë të UÇK-s për shkak të pushtetit, për shkak të asaj çfarë ata janë inspiruar nëpërmjet Patos Klosit dhe Patos Klosëve të Tiranës. Në miniaturë ka ndodhur ajo çfarë ka ndodhur në Shqipëri në vitet 44, 45, 46. Kur në Shqipëri pak a shumë u zhvillua një lloj lufte civile. Një luftë për pushtet, por as pak për atë dhe edhe për kohë. Profesor Bytyçi, jemi në fund me gjithë dijenin që ju keni për dosjet, për faktet atje, si mendoni, në 1 minutë të lutem, si e parashikoni vijimin ose përfundimin e këtij gjyqi special kundër ish-krerëve të UÇK-s? Unë mendoj që Jakub Krasniqi nuk do të dënohet se ka shkruar një libër dhe ka treguar heroizmat e tij në atë libër. Kadri Veseli ka qenë hije dhe nuk besoj që ka dëshmi që e implikojnë atë drejt për drejt në ato krime për cilat flitet në gjykatë. Hashim Thaçi, edhe nëse nuk dënohet, për mua është fajtor për frymën që ka krijuar në atë kohë, së bashku me Patos Klosin dhe miqtë e tij të Tiranës, në luftën politike për pushtet. Ndërsa Recep Selimi nuk jam i sigurt nëse ka qenë autori ndonjë vrasje ose jo. Profesor Bytyçi, ju falenderojmë shumë. Faleminderit. Faleminderit ju. Do të mbetemi në kontakt natyrisht për diskutime të tjera për këtë çështje. Jemi në fund në fakt të gjykatës speciale, janë bërë deklarimet përkatëse, argumentet përkatëse qoftë nga Prokuroria Speciale qoftë edhe nga mbrojtja. Kjo ishte biseda që zhvilluam ne me një nga njohësit më të mirë të çështjeve të rajonit, studiues, drejtori i Institutit të Studimeve të Europës Juglindore, me profesor doktor Enver Bytyçin. Ju falenderojmë për vëmendje.